Status në rrjetin social Facebook ishte shkruar që vizitat e ambasadorëve që po bëhen në gjykatë kushtetuese nuk duhet të bëhen më, kishte bërë thirrje që të mos bëhen, meqense se kjo edhe mund të ndikojnë. Për bindjen tonë, çdo lloj i tillë reagimit është tërësisht i pamatur, nuk i shërben klimës pluraliste dhe mospërzierjes në punë të gjykatave, sepse ne personalisht besojmë fuqishëm nëse në institucionet tjera nëse në gjykatat rregullta që shpesh edhe ja huqin në temel, në gjykatën kushtetuese patjetër të po, sepse ajo po ndërton praktikën ose situatën aktuale. E qartë, to nuk i bëjnë hajër, ta themi kështu në gjuhën e popullit. I bëjnë dëm aspektit të klimës pozitive, zgjedhore, ose nxitjes tek qytetarët, ose ndoshta edhe një arsye që nëse vendimi nuk do të jetë i përshtatshëm, të ketë arsye se ku t'i referohen thjesht për aspekt të kalkulimeve për vota, kalkulime politike.